sot përulemi me nderim e kujtesë përpara një ditë që ndryshoi historinë tonë kombëtare. Me 22 mars, Fanoli mbajti meshën e parë në gjuhën shqipe, duke dhënë popullit të tij një altar ku gjua e nënës u kthye në fjalë të shenjtë. Në një botë ku identiteti ynë kërcënohet nga asimilimi, ai ngriti zërin për ta mbrojtur, duke bërë këtë ditë një moment të pavdekshëm në kujtesën tonë kombëtare. Kjo meshë nuk ishte thjesht një rit fetar, por një akt guximi dhe vetëdije kombëtare. Për herë të parë, një gjuhë ndaluar u shndruar me fjalë të shenjtë, duke dhënë shqiptarëve një mësim, një shtëpi shpirtërore ku feja dhe kombi flisnin të njëjtën gjuhë. Kisha e Shëngjergjit, shtëpia shpirtërore e shqiptarisë, në këtë ditë të shënuar kujtojmë gjithashtu dhe themelimin e kishës së Shëngjergjit në Boston, një vatër ku feja dhe kombi u bën një. Aty shqiptarët gjetën jo vetëm një vend adhurimi, por dhe stre për gjuhën dhe kulturën dhe shpresat e tyre. Fanoli nuk ngriti thjesht një kishë, por një simbol të unitetit e vetëdijes kombëtare. Aty u mblodhën patriot, intelektual, vizionar, që hodhën themelet e një lëvizje të re që do ndryshonte fatin e Shqipërisë. Pra sot përkujtojmë sakrificën e tyre që mbajtën gjallë këtë ditë, një ditë që ende ndriçon rrugën tonë kombëtare. Kujtojmë Fanolin jo vetëm si prift, por si profet i kombit, si një udhëheqës që lan nga një amanet të shenjtë ruajtjen e gjuhës, besimit dhe identitetit shqiptar. Mesha e tij nuk ishte vetëm një akt fetar, por një betim për një Shqipëri të lirë të fortë. Ai jo vetëm që përktheu liturgjinë në shqip, por dhe udhëhoqi politikisht dhe kulturalisht shqiptarët. Fjala e tij nuk ishte predikim fetar, por dhe një thirrje për liri, identitet dhe dinjitet kombëtar, një trashëgimi që ende sot frymëzon breza të tërë shqiptarësh.